A ka Jezusi do një rëndësi për ne sot? Dhe nëse po, pse? Nëse Jezusi vërtet ka jetuar, ka mësuar, është kyçësuar dhe është ringjallur, atëherë ai nuk është thjesht një figurë historike. Atëherë Perëndia ka vepruar në histori. Atëherë Ungjili nuk prek vetëm të kaluarën, por jetën tënde këtu dhe tani. Besimi krishter nuk thot fillimisht përmirësoj veten. Ai thot shiko çfarë ka bërë Perëndia. Nuk ofron një aratisje nga realiteti, por shpresë në mes të tij. Falje aty ku ka faj, kuptim aty ku ka zbrasti. Jetë aty ku përndryshe vdekja do të kishte fjalën e fundit. Qëtia krishter nuk ka rëndësi vetëm për ty. Ti je I thirrur të jesh një dritë. Tu shërbesh njerëzve për teje, dhe pikërisht sepse Zoti të ka dashur kaq shumë, edhe ti je I thirrur të duash dhe tu shërbesh të tjerëve. Ekziston një shprehje që thot: mëso misterin e madh të jetës, të duash, të harosh dhe të falësh.